Bismillahirrahmanirrahim. Shumë prej muslimanëve mendojnë se duke qëndruar ose duhet të qëndrojnë në zgjuar gjatë gjithë natës që të arrijnë natën e Kadrit. Bëhet fjalë në 5 netë teke në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Por në të vërtetë nuk është kusht dhe nuk është obligim që besimtari dhe muslimani të qëndrojë zgjuar për gjatë gjithë natës në mënyrë që të arrijë natën e Kadrit. Mundet të flejë gjumë dhe të zgjohet në gjysmën e natës, por mund të zgjohet dhe në pjesën e fundit të natës apo 1/3 e fundit. Është e vërtetë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Buhariu në Sahihun e tij nga Aisha radhiyallahu anha, e cila përcjell se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr, kur futej në 10 ditën e fundit të Ramazanit, shadda mizarahu, e shtrëngonte rroben e tij, wa ahya laylahu, dhe qëndronte gjithë natën zgjuar, pastaj thot wa ayqadha ahlahu, dhe e zgjonte familjen e tij, që do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar vetë zgjuar gjatë gjithë natës, sepse ishte një kapacitet i cili mund ta bënte këtë gjë dhe nuk dëmtohej as pak. Por i njëjti transmetim, i njëjti hadith na tregon se pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka zgjuar familjen e tij, që do të thotë një pjesë të natës familja e pejgamberit alaihi salatu wasalam pas ka fjetur gjumë, dhe kjo është pjesë e mëshirës pejgamberike profetike të Muhammedit alayhi salatu wasalam, i cili nuk i ngarkonte njerëzit e tij, nuk i detyronte dhe nuk i obligonte familjen e tij që patjetër duhet të zgjoheshin apo të qëndronin zgjuar të gjithë natën. Përse ka njerëz të cilët ndoshta janë të sëmurë dhe kanë nevojë të pushojnë më shumë. Ka fëmijë të vegjël të cilët patjetër që gjumi është shumë i nevojshëm për ta, ose njerëz të cilët duan të pushojnë një pjesë të natës sepse të nesërmen do shkojnë në punë, kanë aktivitete, duan të jenë aktiv, të jenë të gjallë në kërkimin e riskut dhe në punët dhe aktivitetet veprimtarit që ata kanë. Pra, në formë të përmbledhur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë që kalonte natën zgjuar, por në të njëjtën kohë jepte hapësirë për familjarët e tij që të flinin një pjesë të natës. Pastaj patjetër që është, s'themi patjetër në formën e obligimit, po është më e mira që të zgjohet njeriu besimtar dhe muslimani në pjesën të paktën në pjesën e fundit të natës për t'u lutur Zotit fuqiplot, për të madhëruar Allahun, për të adhuruar Allahun e madhërisëm dhe për të pritur vërtet mëshirën, begatit dhe mirësitë që zbret Zoti në natën e Kadrit. Allahu na bëft nga ta njerëz, nga ta besimtar dhe musliman që arrin natën e Kadrit me sinqeritet dhe besnikëri në zemrën e tyre, me sado pak adhurime qofshin, me sado pak lutje qofshin, e rëndësishme është që një pjesë e natës të na gjejë zgjuar.